Policia bastisi Selin e Partisë Socialiste në pushtet në Spanjë të mërkurën në kërkim të informacionit mbi një skem të mundshme, pagesash të paligjshme, raportuan mediat vendase në një kohë hetimesh të ndryshme për korrupsion ndaj aleatëve të kryeministrit Pedro Sánchez. Partia e Sánchez është përfshirë nga një mori skandalesh korrupsioni, duke përfshirë hetime të ndryshme ndaj aleatëve kryesor dhe antarëve të familjes. Hetimi i udhëhequr nga gjyqtari i gjykatës kombëtare Santiago Pedras përqendrohet në një skem të dyshuar brenda Partisë Socialiste Spanjolle që përfshin 8 krime, duke përfshirë rishfetin, zbulim sekretesh, nxitje për dëshmi të rreme, falsifikim të dokumentave tregtare dhe krime kundër institucioneve shtetërore. Operacioni i së mërkurës erdhi pas muajsh hetimesh sekrete, pasi ekspertët e krimeve ekonomike të Gardës Civile zbuluan mesazhe, komunikime dhe transaksione bankare që dyshohet se zbulonin se partia po operonte me një sistem paralel kontabiliteti. Një gjykat javën e kaluar tha se ish kryeministri socialist dhe një aleat i ngushtë i Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, dyshohej se drejtonte një rrjet për shpërndarjen e ndikimit dhe pastrimin e parave në një tjetër goditje ndaj qeverisë së majtë spanjolle.